Mesditën e sejntës, në një lokal në qendër të Skënderajt janë përfshirë në një incident zyrtar të lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Hysni Mehani, kryetari degës së Vetëvendosjes në këtë komunë, u sulmua nga kryetari Samil Ushtaku. Të dashur me që jam sulmuar nga Samil Ushtaku dhe banda e tij. Telefonin personal ma kanë marrë, lus policin të mbroj familjen time dhe ftoj familjarët për përmbajtje, njoftoi Mehani. Pak minuta pas njoftimit nga zyrtari i Vetëvendosjes u përgjigj Ushtaku. Pushteti i Albin Kurtit përmes mekanizmave të tij tentoi që sot të më sulmoj në Skënderaj. E kam një jetë në shërbim të vendit, kurse etiketa si Sami Serbia, qytetarët nuk i tolerojnë më, prandaj edhe reaguan, shkroi Ushtaku. Lëvizja Vetëvendosje dënoi sulmin siç e quajtën ata banditesk, e publikuan fotografi të Mehanit pas sulmit. E ish deputetja e kësaj partie Arjeta Fejza, që ishte prezent në momentin e incidentit, tha se sulmi ishte i paprovokuar. Pa asnjë lloj komunikimi paraprak me zotin Ushtaku, ai u afrua dhe sulmoi zëvendësministrin Mehani. Sulmin e ka dënuar edhe kryeministrin në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, që është edhe kryetari i Vetëvendosjes. Qeveria e Republikës Kosovës e dënon këtë sulm qyqar e të papranueshëm që shpërfaq mendësinë banditeske. Në mbrojtje të Samil Ushtaku dolën nga organizata veteranëve të luftës që thanë se të quash një general të UÇK-s njeri të Serbisë, ata që u rreshtuan për lirinë e Kosovës, është e ulët, e papranueshme dhe politikisht helmuese. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.